A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun Dhul Jalal. Atë falenderojmë, atë madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe rahmet kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut bashkë me selamet tona qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për këtë besimtarët deri në ditën e Kiametit. Fillimisht po e nisëm këtë seri të ligjëratave me hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men la yushkurun nas la yushkurullah. Ai që nuk i falenderon njerëzit, nuk ka ditë me falendëruar as Allahun. Kështu që e falenderojmë hoxhën për mundësinë që na ka dhënë, edhe ju falenderojmë gjithë juve për prezencën. E lusëm Allahun që tubimet tona t'i bën bereqetshme dhe t'na mundëson që kur të shpërndahemi të falër ja Rabbel Alamin. Besimtari në jetën e vet përballet me sfida prej momentit kur i hap syt deri në vdekjen e tij. Zatën Allah kur e ka kriju Ademin a.s. edhe Havën në xhenet, i ka thonë i keni tëna të mirat. Thot Zoti, wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. E na i thamë Adem, ti dhe gruaja jote i keni tëna të mira në xhenet. Hani e pini çka doni. Mirë po, edhe këtu e keni një sfidë, nga se njeri është i krijuar për me ball sfidave. Thot sfida është wala taqraba hadhihi ash-shajara, që saj pemë mos më ju afroha. Kjo është sfida ju. Kështu që prej Ademit a.s. në ditë Kiametit njeriu s'ka çare pa kalu në sfida. Tash përballë tyne njeriu ka dhe obligime që duhet me i kry, po që edhe shejtani ka pastaj punën e vet. Se kur besimtari përballet me sfida, puna e shejtanit është me shti besimtari me u dorëzu. Edhe qyshe ja ka dhënë besën Allahun ditën e Kiametit kur i tha, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim. I tha Allahun në ditën e Kiametit, o Zot, kur kam bisedu me Allahun, tha, o Zot, ku me i bë cytje atyre, deri në ditën e Kiametit, ku me i dal para, mbrapa, anash, thot, pak për i tyre keme gjetë falenderus. Kështu që besimtari ka për detyrë, që kur të përballet me sfida, me kanë i qëndrushëm, me i bë balla tyne, edhe tjetra me shfrytëzu rrethanat në cilat gjendet. Pejgamberi a.s. shpeshher i ka porosit shokët e tij, ka thonë, badiru bil a'mali, thot shpejtoni, vraponi, me bë punë të mira para se më ardh fitne. Thot ke kita al-lejlil mudhlim, ka me ardh juve fitne sprova sikur se errësira natës. Andaj thot bëni punë të mira, sos ju kanë ardhur çato fitne. Ose pejgamberi sa me një hadith tjetër, na i numëron disa për sfidave që besimtari mundet me u përballë me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, badiru bil a'mali sab'an. Vraponi, shpejtoni, kryeni punë të mirë para se më ardh 7 gjëra. E para thot, hal tantadhiruna illa faqran munsiya, apo pritni me ardh varfëri harruse. A kur Allahu e sprovon dikon me varfëri ekstreme, nuk i jepet mundësia me bë mirë atij. Ata kanë rrugë dogale më të mëdha. Ai ka telashe, ai ka preokupime. Ati tash mi thonë me shku në ders me ngu në xhamis, ka tjera preokupime. Andaj pejgamberi ai sa po thotë kryeni punë të mira, apo pritni me ardh faqran mundësie, varfëri harruse, au ghinan mutghiye, ose pasuri tunduse. A dikon pasuria e pamundson me bë mirë. Ja hub namazet me xhamat, ja hub namazet krejt, Ramazanin, prezantimin der, sepse është sprovë që besimtari shpesher bjen prej e saj. Tjetra thët, au meraden mufside, ose me ardh smuj shkatëruse. Smuja shumë njeri në nalë për ibadetev. Tjetra thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au haramen mufennide, ose pleqëri haruse. E vrejnë edhe ibadetet e plaku dalojnë shumë me të rijut. Pse kjo haron, i pështjellën reqatet, nuk e ka koncentrimin që shdohet, ka problem, andaj pejgamberi sa thotë ju bëni mirë para se më ardh kjo. Au mauten muhajjiza, ose a peprit në më ardh deka. Sa njeri un plan e ka pas valla mu
mu bë djalë i mirë, mu bë besimtar i mirë, mu bë i devotshëm, po vdekja ja ka ndaj planin gjys. Vdekja ja ka pa mundsu ato ëndrat e tij që i ka pat me arrit. Thot pejgamberi sa bëni mirë, sa si ka vdekja dhe ja ndal ato shpresat e përgjysmume. Vazhdon pejgamberi alayhis salam thot: "Awid dajjalu fa sharruha ghaibun yuntadhar." Bëni punë të mira sa si ka ardhur dëxhalli, se sherrri i tij vetë sa s'ka kris. Sherrri i tij vetë sa s'ka ardhur. Edhe tjetra thot: "Awis sa'atu was-sa'atu adha wa amar." Apo e pritni kiametin, e kiameti është më i hidhur dhe më i rënd. Më rëndësi ndërun vllazën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që sa më afër kiametit, edhe sprovat kanë me qenë më të mëdha. Pasha Allah, një besimtar, një djalë i ri, çka sprovohet sot për një ditë, nashta nuk u sprovu një besimtar në kohën e pejgamberit sa për një vjet. Këta e përmendën në ulemaja kur thot Allahu në fundin e surës Tauba, thot për munafikat: "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn." A nuk e shohin, thot Allahu, munafikat se na i sprovojnë në vjet një herë ose dy. Subhanallah, një herë ose dy, Allahu ka thonë i sprovojna. Nëse ju në sprovu në kohën e pejgamberit sa një herë ose dy në çështjet e besimit, sot besimtari sinqert një herë ose dy sprovohet me na orës. Sot një herë ose dy, nashta besimtari sprovohet deri të shkon në xhami, pe rrugës ti, pe shtëpisë deri te xhamia. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë: "Inna min waraikum zamanu sabri." Ju ka drejtu djemve të ri, shokëve ti, ka thonë: "Mas juve është një zaman i sabrit. Mas juve po ju pret një kohë e durimit. Lil mutamessik fihi ajrun 50 rajula minkum." Tha, nëse një njeri përmbahet në qatë kohë, është në rrugën e Zotit, e ka sevapin e 50 burrave për juve. Atëherë një i thanë: "Qile ja Rasulallahi, minna au minhum?" Atëherë shokët i thanë: "Ja Rasulallah, a ki qëllimin sa 50 për tyne, apo sa 50 për neve?" Sikur pak i kanë thonë: "Mos po jep ma shumë vlerë se sa që dohet." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Bel 50 minkum." Jo, një i tyne e ka shpërblimin e 50 për juve. Shpërblimin e 50 për sahabëve. Pse kjo? Shkaku i fitneve edhe i sprovave që kanë me u ballafaçu me to. Kështu ndërum vllazën, pra kemi sprovat shumëta edhe kemi sfidat shumëta të para veti. Kështu që e kemi parapaqur me vazhdu edhe me nis një cikël të ligjëratave me sfidat e muslimanit. Duke fol çka na preokupon sot neve si rini, çka na preokupon neve sot si musliman, çka na preokupon neve sot si ummet i pejgamberit alayhis salam, edhe qysh me ja dal në tejkalimin e këtyre sprova. Jemi në shekullin, po i thojnë shekullin e teknologjisë, tash inteligjencës artificiale. Jemi në kohën ku shkenca po përparon shumë. Jemi me një kohë ku jeta na u ka bë dinamike, është fjalia që nina mas shpeshti. Edhe jemi me një kohë ku sprova çaq kanë marrë hovë të madh, sa që njeriu nuk e gjen as një vend për pa qenë i sprovuar. Në këtë kohë, edhe në këto rrethana ku kalimi i shpejt i kohës po e nim për çdo ditë, çuditme se sa shpejt po shkon java, e që ta shkoj edhe gjysa vitit, e që shkon edhe ymri njeriu të krejt. Këto rrethana e kemi një sfidë ndërun vllazën që sot shkurtimisht po folëm për ta, e që kemi një sfidë të madhe, e ajo është të largohesh pak për kësaj bote edhe ta kujtosh Allahun. Është sfidë sot në mesën e këtij në rrethana me i lan punë të dunjallakut edhe me jam sy xhamis me shku në ders, kogja sfidë e madhe është. Këta nuk mundet me e bë gjithkush. Këtë dështojnë plot për besimtarëve. Është sfidë, na preokupon i gjatë tillë tanëve. Me ndal dunjallakun, të largohesh pak me ja kthy shpinën kësaj bote, edhe të shkosh me një vend ku kujtohet Zoti, është një sfidë e madhe. Kështu që Allahu i lartësuar na tregon, thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Walaula an thabbatnaka." O Muhammed, na sikur se mos të forconim ty, laqad kitta tarkanu ilehim shay'an qalila, ti pate me anu pak ata. Kështu që sot në xhami dhe në prezantimin e dersave nuk e sheh një mend askon
përveç atij që Allahu ja ka forcu këmbët. Nga se tham sfidat, telashet, sprovat të mëdha e shoqënojnë besimtarin ashta dhe kur është me abdes rrugës për xhami, kur ngjatë dhe nshmajt, ka me 10 sprova, ka me 10 opsione ku mundet me shku edhe me u shmang prej ardhjes në xhami. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që besimtari mu lidh për xhamie, jo vetëm me faktin me fal një namaz së bashku, po me kanë i lidhën me xhamatin, me kanë i lidhën pastaj edhe me fen. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoi ai i verbri tha ja Rasulullah, thot a lirohem un që mos marr në xhami, jam i verbër, nuk shoh. A bën mu fal të shtëpia? Pejgamberi alayhis salam ja bën një pyetje thjesht, thot hel tasmaun nida? A dëgjon ezanin? Thot po ja Rasulullah. Tha fa aujib, përgjigjo. Pra nuk i takon besimtarit me nejt i shmangun prej xhamatit edhe prej xhamis. E kjo është nder edhe krenari. Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu ka me thirr në ditën e Kiametit. Inna Allaha la yunadi yawm al-qiyamah. Allahu thërret në ditën e Kiametit, ejna gjirani. Ku janë fshinjtë e mi? Ku janë fshinjtë e mi? E melaqet e pyesin të çuditër ato o Zot, ku na i takon me kanë fshinjë yti. Thot Allahu ejna ummarul masajid. Ku janë ata që i kanë ndërtu xhamiat, ju kujdes për to dhe i kanë mbush ato. Ku janë ata që i kanë frekuentu xhamiat? Ata janë fshinjtë e Zotit ditën e Kiametit. Andaj në këtë kohë pra kemi nevojë me kanë në fshinjësinë e Zotit. E këta na kanë mësuar edhe sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë janë prej tyre Abdullah ibn Rawah, shpesh herë ka bëu Abu Dardas, kanë qenë dosa, kanë qenë shok, i ka thonë heja bina nu'minu sa'a. Hajde dole çto pak me neve, të besojna për pak çaste. A qëllimi të besojnë ata kanë qenë besimtar, po qëllimi me shtu besimin, të këshillojnë njëri tjetrin për pak. Leje dunjallakun, leje pak. Lej punë sa ato punë të dunjas nuk kryhen kur. Ato të lashët e prekupimet, ato që të i ke gjetë, këtu kemi i lanë. Heja bina, ule që të na, le të besojna për pak. Kështu që në kohën e sodit, me qenë prezent në njënë për këtyne xhamia, ku përmendet emri i Zotit, është një krenari, është një nder me ka në fshinësinë e Zotit, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i përmend 4 gjana që besimtari i fiton nëse prezantën tubimin tilla. Jo ato shpërblimin ditën e Kiametit, jo nuk e kena për qëllimin shtimin e imanit, nuk e kena për qëllim ato çka pret për shpërblimit të Zotit, mirë po automatikisht, në çast nëse njeriu prezantën tubime tilla, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka 4 gjëra. Thot pejgamberi alaihi wasallam hadith, ma ijtama qaumun fi bejtin min bujuti Allahi taala. Sa herë të tubohen muslimanët në njënën për shpijave të Zotit. Jetelune kitab Allahi wa yatadarasunahu bainahum. E lexojnë librin e Zotit edhe mësojnë njëri tjetrin me ta. Thot kush e bën këta i ka 4 gjëra. Thot e para illa nazalat alaihimus sakina. Grupit të tillë Allahu ka me zbrit qetësi. Ka me zbrit qetësi. Kjo fjalë si shumë po e përmenëm, pak po e provojmë. Qetësinë sot pakush është duke e provuar. Bile ishe njerëzit se si vrapojnë masaj. Edhe i nini njerëzit të thonë këtë botë nuk pas ka rahati, qetësi nuk ka. Ishe njerëzit të ndosur, nuk e din njerëzit ka po i vjen ky shqetësim. Mirë po pejgamberi sa shumë bukur na shpjegon thot illa nazalat, qetësia diçka që zbret, nuk ka diçka që fitohet. Po diçka që zbret për snatit, nuk e fiton qetësinë me çështjet e dujallakut. S'ka thonë pejgamberi sa e gjejnë qetësinë, po ka thonë i zbret qetësia. Andaj kemi pa njerëz që na shta për dujallak sen mongo nuk i ka mbet. Ka pasuri, ka na shta diçka që na ndrojna për me pat, e ka jetën e luksit, mirë po a ka gjetë qetësinë? A ka gjetë rahatin shpirtërore? Për çdo ditë po dëgjojna që jo, për çdo ditë po dëgjojna që filan milioneri e ka mbyt veten, se ka gjetë rahatin, se nuk e gjan rahatin me diçka që është kriju pe dheut. Rahatia vjen pe nalt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam andaj ka mësuar shokët e tij duke thënë:
idha marartum bi riyadil janna farta'u. Thot pejgamberi sa kur të kaloni ka kopshtet e xhenetit, nalnu pak te këtu. Sahabët që dhe të thanë, ja Rasulullah, çka janë kopshtet e xhenetit? Tha, hileku dhikri. Ato tubimet ku përmenet Zoti. Kërumullaku i dhikrit. Që kjo tha është kopsh për kopshteve të xhenetit, andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rini pak aty. Kjo ka shtyë dhe Ibn Taymiyyah, Allah më shiroft, të thot, këtë dynja është një xhenet. Kush nuk hin të, nuk ka me hin xhenetin e ahiretit. Është një xhenet në këtë botë. Kush se ka përjetuar, su në përjetën as xhenetin e ahiretit, e ajo është vendi ku përmendet Zoti. Mirësia dy që pejgamberi sa më thot, e para ka zbret qetësia. E dyta, wa ghashiyatuhumur rahme. Ata i mlën rahmeti dhe mëshira Zotit. Ata njerëz që e lajnë dynjan anash, edhe shkojnë me një vend fi sabilillah, me përmend Zotin sinqerisht, edhe mu këshillu me njëri tjetrin, thot Allah, pejgamberi sa Allahu i mëshiron. Andaj ka në hadith tjetër, thot me lajket kur Allahu i thot, falni ata që janë prezent në atë vend, me lajket po i thonë o Zot, në mesin e ty në është një njeri, abdun khata, ka shumë gjënahe, marra bihim fejgjeles, ai nuk u shku, po veç ka kalu atë, kur e ka po grumbullin ull, thot qysh me falë këta, thot fale, thot Allahu, se fe innehum, ata jenë një grup, la jeshka gjelisuhum, ai që rrin me ta, nuk mjerohet. Nuk humb ai njeri që rrin me ta. E kjo na kujton një ngjarje me njërin prej dietarëve bashkëkohor, Ibn Uthejminin, Allahu mëshiroft, që njëherë me njërin prej nejave dhe tubimeve ti, tu dhon ders përpara xhamatit, e shet dikon që u hin mendime. A prezent po shikimet edhe shet që me men u shku larg. Edhe për me dash me mësu, i thot ti, thot përsërit ma çka thash. Edhe ai thot nuk e di o shejh. Po s'peden edhe jarë për rinjë të me neve. Thot po ri me arsyen se kumnise pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, fe innehum qaumun la yashqa jalisuhum. Ata janë një popull që kush rrin me ta nuk mjerohet. Unë ju marr veç me nejt me juve. Veç me mlu rahmet dhe mëshira Zotit me juve. Ibn Uthejmini hoxha thot Allahu të mëshiroft. Dashtëm me të mësu ty, e ti na mësove neve. Na dashtëm me të mësu ty, e ti na mësove neve. Pra veç me shku me nejt. Na shta hish nuk merr vesh për asaj që ka po flitet. Mirë po të mbolon rahmeti. Kjo është njëna për atyne që Allahu i shpërblen ata që e përmendin ata. E treta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, wa haffethumul malaike. Grupin e tillë e rrethojnë me lajket. Haffethumul malaike ka dhe qëllimin i shtrejnë krahët me lajket. Nga se, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, inna lillahi malaiketun. Allahu i ka do melaqe. Allahu i ka do krijesat veta, melek. Thot, jel të misune, shkojnë edhe i lypin ku përmenet emri Zotit. Kur e gjajnë një grup të tillë, thot e thirrin njëna tjetrën. Hajde se gjetëm që ata që apo e lypun. Anë mesin e një vendin, mesin e disa njerëzve, kur nashta sa gjuna i batë Allahut në të momente, në mesin e kësaj kohë, ku sa më katohet Allahun këtë kohë, gjenë me lek vend ku të bohen besimtarët, është myshë edhe për to, edhe të bohen. Edhe thët pejgamberi sa më dhe sa hypin melek mi melek, deri sa më bërin qiellin e dynjas. Pra është nderë edhe për besimtari me marë pjesë në vende tilla ku rrethohet për melekve. Andaj pejgamberi sa më ka në transmetime tjera se ka thënë, shtëpia ku përmendet Zoti, vendi ku përmendet Zoti, në tokë për banorët e qiellit janë sikur se yjet për banorët e tokës. Na i kemi yjet edhe i shohëm, orientohemi nëpërmjet tyre. Thot çashtu thot për banorët e qiellit janë vendet ku përmendet Allahu në tokë. Derisa thot pejgamberi alayhis salam, zbret meleku edhe e shes se një dritë nuk është atë ku u kanë, po mungon. O fik drita me një vend për vendeve të botës. Derisa pyesin Allahun, thot o Allah, për këtu ka buru dritë, nuk po e shohë më, Allahu i thot, ma te abdi fulan, ka vdek robi jem, që ta sot më nuk është e dritë.
Ma nuk i ngritet namazë për ku kanë të u falë. Ma nuk i ngritet agjerimi, ka vdek, atëherë thët me lajket lutën për ta. Lutën, nga se kuj ka qenë i njëfshëm për to edhe ma herët. Emri ti ju përmend qiell edhe para se me vdekë, edhe Allah ja mundson që emri ti mu përmend edhe pas vdekjes. Edhe tjetra, edhe fundi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot i të bojnë me lajket, wa ghashiyatuhumur rahme, wa dhakarahumullahu fi man indah. I përmend Allahu me një grup më të mirë se grupa tyre. E përmend Allahu qëta persona me një grup që është shumë më mirë se grupa tyre. Ka në hadith kutsi, thot Allahu, unë jam të robi jem. Ana inda dhanni abdi bi. Unë jam qështu me nën robi mua. Thot nëse më përmend mua në vete, edhe unë e përmenin vetën tem. Ndërsa nëse në përmend me gjlis, nëse më përmend për para tjerëve, edhe unë e përmendi për para një grupi më të mirë se sa grupi ti. Edhe unë thot Zoti e përmendi me një grup që është shumë më i mirë se sa grupi ti, e përmendi në grupën e me lajke. Kështu që kjo është një nder, edhe është një krenari, është të vërtetë që kohën e sotit dërum vllazën është sfidë, edhe që thash është kohë gjatë të lash, edhe përveç ato që e kam shëruar Zoti me prezantu ndersën tilla, mirë po është detyrë jona me u mundu, nga se pavarësisht se është sfidë e madhe, është edhe shpërblim i madh, edhe është nder i madh. Ndoshta njeriu shkon me xhlis e dëgjon diçka që ja sheh halin në dunja, e ja sheh halin në ahiret. Thot Aliu radiallahu anhu, ndodh që njeriu del pe shtëpisë tij me male sa kodra të hamës, me male sa kodra të mëdhaja, me gjunahe, sa kodra të mëdhaja. Thot mirë po shkon ders e dëgjon një ajet ose një hadith që e prek në zemër, edhe bën që ai mu pendu, edhe kthehet në shtëpinë e tij pa asnjë gjuna. Kjo është vlera e tubimit në vende ku përmendet Allahu i lartësuar. Kështu që me emër të Zotit na kemi mundu që të paktën një herë në javë me u tubu në xhami, me bisedu diçka për asaj që Allahu na ka treguar dhe pejgamberi alayhis salam në hadith, dhe me këshillu një anë tjetrin, tek e fundit veç një nej e tillë në një anë për shtëpiave të Zotit është ibadet, adhurim, për cilën e lutem Allahun na shpërblej ya rabbel alamin. E lutem Allahun që këto neja tona të bën të bekume, dhe në fund të themi duan që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta themi në fund të tubimit, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.